Dhe në pjesën e dytë të programit do të ndalemi tek Dua Lipa dhe tek fotot e Dasmës, më të fundit që ajo postoi, fotot të cilat në farë mënyrë na treguan edhe fustanin zyrtar të saj, një fustan i cili i mahniti të gjithë. Janë këto foto që vijnë pikërisht nga dita e Dasmës së saj, të zhvilluar në Palermo, ose njëra prej ditëve të Dasmës së saj në Palermo në Sicili me aktorin britanik pra Callum Turner. Dhe në fakt ishte pamundur të mos komentonin të gjithë fustanin e saj, sepse ishte i mbushur me detaje dhe me shumë histori brenda fustani në vetvete. Ndaj për ta komentuar ato dhe për të mësuar më tepër, ne do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Simërmarsen e Geraldina Spozës, Marcela Lati. Mirë se vjen Marcela. Faleminderit që je me ne. Atëherë, kur ishim këtu ato ditë në studio që diskutuam e tham që ende do të kemi shumë për të parë, sepse fustani zyrtar i saj ende nuk ishte publikuar. Ne komentuam veshjet e tjera dhe Dasmës se si ajo kishte organizuar për atë ditë. Nuk e gjetëm, Rodina, menduam për një Versace, po jemi larg. Kishte zgjedhur Chanel, apo jo? Po, tani më është zbuluar, kemi të bëjmë me shtëpinë e modës Chanel, e cila ka bërë dhe ka dizenjuar një haute couture fillim barim për Dua Lipën. E pritshme që do të ishte diçka e dizenjuar enkas për të, por për mendim unë nuk e kisha të parashikuar Chanelin, edhe pse është veshur herë tjera në daljet e saj publike me Chanel, nuk e di pse nuk e kisha të parashikuar Chanelin për veshjen e saj të lusërisë. Shija më shumë një Versace se një Chanel. Ajo, shiko. Po nëse duket Versace ne kish lënë për mua një alti. Po, ndoshta, dhe më duket se Donatella ishte me së ftuarve në Dasëm apo jo? Po, ishte me ftuara, janë mikesha. Kemi lexuar tani më që janë mikesha, por nuk e di pse të gjitha gjasat na çonin që të ishte një fustan lusërie Versace, ndërkohë kemi të bëjmë me Chanelin ajo gjithashtu ka marrë shumë të ngushta, ha? Është si shtëpis atje, është si shtëpis, e kemi parë në shumë bashkëpunime që kanë pasur së bashku, dhe ndoshta ajo ka zgjedhur më të mirën për atë ditë. Po, dhe me ty Blazi, ashtu shpreh që kanë bërë një fustan haute couture për një mike të shtëpisë Chanel. Është fustani i parë që drejtori i ri artistik i sapo emëruar në dhjetor 2025 për shtëpinë e modës Chanel, është fustani i tij i parë në shtëpinë e modës Chanel. I tëri bërë për Dua Lipën. Si të duk ty ky fustan, si do ta komentoje? Dëgjoj, mua më pëlqeu, me thënë të drejtën, më pëlqeu shumë sepse i kishte të gjitha, kishte mbledhur më shumë se sa një element në një, po kjo bën sens. Në haute couture është shumë e rëndësishme miksimi i materialeve, orët e punës, të gjitha këto bëjnë një haute couture, dhe këtu i kishte me shumicë këto. Flasim për 25.000 pupla në pjesën e poshtme të fustanit. Flasim për 480.000 ruaza të gjitha këto të bëra me dorë. Atelier Montrex që bëri ato qëndisjet e ruazave në shpinë që binin si shëndelier, vetëm për ato janë rreth 1155 orë punë, I thon një muaj e gjysmë gati. Jo, i thon një person, koha mesatare punës një person, i thon 7 muaj punë për një person. Okej, aty ishin disa dhe nuk janë dashur 7 muaj, sigurisht sepse kanë punuar grupe të ndryshme. Por në emrin e Chanelit kanë punuar shumë shtëpi të vogla mode që janë të nënkontraktuara nga Chaneli tamam për të bërë këto krime të veçanta, dhe kjo në industrinë tonë ktheu vëmendjen nga haute couture, nga pasuria, sot që e materialeve dhe punimet, sot që vajzat janë të drejtuara drejt minimalizmit, Dua Lipa zgjodhi maksimalizmin e një haute couture. Po pra, dhe ishte edhe ajo velluja në vetvete, nuk ishte thjesht një vello. Edhe aty me element të fustanit. Domethënë, puplat në fakt janë element shumë i bukur kur bëhet fjalë për një fustan lusërie për tu përdorur gjatë festës, sepse krijojnë lëvizje shumë bukur gjatë festës, gjatë kërcimit. Kështu që çdo gjë ishte mirë menduar për Duan. Minimalizmin e patin në kurrizit gjithashtu ishte pjesa e kurrizit shumë e zbuluar, ishte gjithashtu një detaj që binte në sy dhe duket se është një stili preferuar i Duas, se kemi vënë re në disa fustane që ajo praktikon këtë kurrizin e hapur deri gati në fund të shpinës. Dua ka shpinë shumë bukur për ta mbajtur të mbuluar, kështu që për mendimin tim ka bërë shumë mirë. Atë realizoi lezazh, realizoi punimin, një tjetër shtëpi mode, La Marier realizoi aplikimin e puplave, Masaro prodhoi këpucët që ishin minimaliste prej sateni. Pra ishte një haute couture nga Mathieu Blazet, po i orkestruar, domethënë i dirigjuar nga ai, por me shumë pjesë dhe orkestre. Pra shumë shtëpinë mode ishin përfshirë në këtë krijim.
Ndërkohë nëse ne kemi foto të fustaneve të tjera, që unë i kam porositur gjithashtu, si që porositet një fustan nusesh, unë kam porositur fotot, ja, tek i kemi të veshjeve të tjera. Isha duke komentuar atë detajin e kurrizit edhe do kisha dashur të kishit vendosur atë foto, po iku tani. Puplën ajo e pati dhe ke mbrëmje Paradas, mas që ishte Bottega Veneta, kështu që më base ka patur një histori të saj, dhe ka dashur prezent në më shumë se sa një rast. Le t'i sillim të treja veshjet që ajo zgjodhi. Duke llogaritur se e pati një natë për Paradasmës, se kisha përjashtuar si element që mund ta kishte dhënë fustanin e saj të darkës dasmës, po ja që e gjetëm sërish Puplën dhe... Le t'i sillim të treja këto veshje që ajo zgjodhi ti mbante përgjatë ditëve të festimeve të dasmës së saj. Pra i pari që sollëm ishte pikërisht ai kostumi, të cilin ajo zgjodhi në ditën e celebrimit. Shumë elegant. Që ishte një veshje shumë e gjetur dhe që tërhoqi vëmendjen e gjithë mediave për zgjedhjen që kishte bërë në lidhje me këtë ditë. Ceremonia civile, si thuash, që ajo zhvilloi, dhe më pas kemi fustanin e bardhë, kemi dhe një fustan tjetër të bardhë në Palermo, që u vesh ditën e parë, i cili gjithashtu u publikua shumë, sepse dhe ju komentua, gjithmonë me të një stil. E qartë. Çfarë thuhet në lidhje me vlerën e këtij fustani? Ka dalë ndonjë shifër, ndonjë informacion? Jo. Nuk del ndonjëherë në shifra Chanel, kështu që s'se mund të dilte edhe kësaj radhe. Por specialistët e sektorit, duke konsideruar orët e punës, materialet, gjithë impenjimin, cilësinë e punës e të tjera, jemi gjithmonë mbi 300.000 euro. Mbi 300.000 euro ky fustan. Dhe mendon që do ta ruaj këtë fustan apo e ka veshur vetëm për ditën e dasmës edhe? Jo, mendoj që ta ketë bërë marrëveshjen siç duhet jetë. Urojmë ta trashëgoj ke e bia, ke nuse e djalit. Sepse në fakt kanë dalë dhe thashë themet e para në lidhje me... Për të kam lexuar. Nuk kam lexuar për thashë themet. Jo, edhe mua ma thanë stafi që kanë lexuar diku, se s'kam pasur mundësi të shtroh shumë media sot, por thonë që diskutohet edhe një pritje e saj tashmë, një pritje e bukur. Ndoshta mund të jetë shtatzën. Që është shumë normale tjetë, dhe kështu do ishte lajmi pritje ëmbël. Do t'ishte dhe një lajmi bukur. Ka një dime të tilla, por nuk mendoj që, shpresojmë të ketë patur gur të mirë për fustani. Mirë, sa mendon ti se do ta influencojë ndërkohë modën? Zgjedhja e këtij fustani nga tua dhe preferencat dhe kërkesat që do të kenë të gjitha vajzat që do të martohen pas duas së tutje. Fillimisht jam e kënaqur që dua zgjodhi Puplën, se Puplat kemi vite që i shohin në modën e lartë veshjet nusërisë dhe vajzat shqiptare i refuzojnë. Uroj që ti pranoj një çik më me dëshirë tani që ja pa nduas, pa diskutim që çdo figurë publike ka ndikimin e saj, ke çdo nuse, ke ato që do të kërkoj më pas. Mendoj që nuset e vjeshtës dhe sezonit që do vi, do ta pranojnë më me shumë dëshirë Puplën në veshjen e nusërisë, sepse shpinat e hapura dhe bijut dhe ato lloj qëndisjesh janë gjithmonë kur ke një fizik të mirë dhe një shpinë të palestruar dhe të bukur, të definuar mirë, pa diskutim që është gjëna që ta themin e ta fshehësh. Duhet nxjerr në pa është një pikë fort e trupit të një vajze. Fustani ti princeshe sigurisht që mungoj, unë edhe kam thënë atë ditë që dyshoj që ajo do ta zgjedhë një fustan të tillë. Dëgjoj, rutina princesha dhe kohëve moderne nuk kanë me volume, kjo do cilësuar. Nëse i referohemi pjesës më të madhe të dasmave famoza perëndimore, nuk flas për ato të Orientit, perëndimore janë të gjitha minimaliste në fryrje. Dhe të gjithë rëndësi pastaj ja japin materialet që përdoret, punës dorës dhe gjërave tjera jo volumit. Po edhe referuar duas për personalitetin që ka, për mënyrën se çfarë njohim prej saj, jo thjesht muzikën, po edhe muzika që bën, ajo është një gocë fort apo jo, kështu që nuk besoj që do përshtatej dhe do ta gjente veten rehat në një fustan të asaj natyre të fryrë, nuk do duke pak qesharake kam përshtypjen. Kështu që prandaj ka zgjedhur atë që shkonte më së miri edhe asaj vet, personalitetit saj apo jo. Mendoj që po, edhe pse personaliteti i saj të fortë tregoi ditën e celebrimit me veshjen dhe zgjedhjen që kishte bërë. Tani pritet vetëm të shihnim hirat e saj. Vajzat shqiptare ndërkohë ku janë me trendet e këtij viti, çfarë preferojnë më shumë? Pa dalë të Puplat që me siguri do hynë tani në listën e kërkesave të tyre. Po,
Po, janë larguar volumet dhe për këtë jam shumë e kënaqur, janë më shumë partizanet atyre linjave një çik më të lëshuara, edhe kur e duan romantike, nuk e duan në butafori dramatike, e duan pak më të vinë më butë. Erdhëm këtij momenti sepse pati një shpërthim fryrjesh të mëdha edhe princeshave të kohëve të tjera. Por tani kemi një kthim të ndjeshëm, minimalizmi i qëndron gjithmonë, sidomos për desmat e vogla. Dhe kanë filluar vezët shqiptare që t'i përshafojnë dhe të pyesin për materialin, për detajet, pra të mos i referohen vetëm të dukurit, po edhe historikut që çdo fustan bart. E qartë. Sezoni dasmave nisi bukur si vjet, me dasmën e Dua Lipas, e cila me siguri do të shërbejë si frymëzim për të gjithë ato që do të pasojnë më pas. Do të kemi shumë dasma si vjet apo jo? Si duket trendi? Po, si çdo vit edhe këtë vit në sezon të lartë, do të kemi dasma, u shtofshin të kenë sa më shumë dëshirë njerëzit të festojnë. Preferojnë dasma të mëdha apo dasma më minimaliste? Duke nisur të mëdha janë vetëm në rastet kur janë të përbashkëta, pra që nuk bëjnë më dasma tradicionale, por pas pandemisë kemi gjithmonë më shumë dasma të vogla, me stil një çik më bohemian, dhe duke u larguar një çik shëndelvirëve të mëdhenj dhe dasmave me numër shumë të lartë. Është një trend i ri që po e shohim dasmat me numër më të vogël të ftuar. Kështu që ju do të keni punë tani sepse është sezoni më i ngarkuar i vitit, me siguri edhe për juve. Është sezoni. Ju uroj punë të mbarë, ty dhe Mandit. Faleminderit. Edhe faleminderit shumë që ishe Marcela me ne. Faleminderit. Të uroj më të mirat e dashur. Ndajemi këtu me Marcela Lati, ndërkohë që do të kemi publicitet, do të kthehemi pas pak me një tjetër të ftuar që kam përshtypjen që e merrni me mend se cila do të jetë. Presim të na thot çfarë ka përgatitur për ne. Gjithçka që di vetëm ajo dhe askush tjetër. E presim pas pak pjesën e tretë.